Në mendoj që partitë opozitare tashmojnë qarta që takon qëndrimeve politike publike, të dy partit, edhe PDK-ja edhe LDK-ja kanë thonë që kanë mbyllë çështjen e presidentit. Zoti Kurti e ka të hapur ende çështjen e presidentit dhe sikur ta kishte urgjencë do duhej që vetë në parlament mu tentu vazhdimisht me bëu, por nuk po shihet që është serioz. Sikur se s'ka qenë asnjëherë për ditë të parë serioz, sa i takon zgjedhjeve, por një mos të harrojmë që procesi politik përfundimtar i zgjedhjeve nuk do të jetë më e njëjti konstelacioni i forcave, për shkak se tashmë loja pak më serioze, sepse kemi të bëjmë me lojën brenda llojit. I kemi dy aktor politik brenda llojit që do të hyjnë garë. I pari është Vjosa Osmani, që nuk e di fuqinë e saj reale, por kur ishte 46-8 në listën e LDK-s dule para me vota. Kur ishte bartës e listës e LDK-s dule veç për një deputet, në dallim me vetëvendosjen. Kur ishte në listën e vetëvendosjes dule personi më i votuar në Kosovë. Dhe tashti nuk po di tash cilës statistikë të numra me i besu, por unë mendoj që hyrja në garë, veçanërisht hyrja në një parti të strukturuar, si që është LDK-ja, unë mendoj që do të ketë një rritje relativisht të theksuar dhe LDK-ja do të kalojë 20% e totalit e vota. Unë jemi bindur këto për shkak se organizimi i cilën e ka LDK-ja, demokracinë e ka shumë më të madhe se parti tjera, është parti që din mi preashto zotin Abdixhiku kuën e fundit me disa tendencat preashtuesve që e pat rolin, tradicionalisht LDK-ja ka përbashku forcat e veta politike, prej Gazmaxherit në Pej, me LDD, me këtë grupacionet e vogla, gjithmonë i ka kriju hapësirë dhe i ka sistemu brenda partisë vetë, dhe unë jemi bindun që edhe Vjosa do të rikthehet me lista pa listë, nuk e di, por do të rikthehet. Do të rikthehet dhe ajo që partia Guxha do të mbetet ma shumë kryetar se sa antar. Kështu që ndërsa po shifet diçka atil, ndërsa sa i takon përgjithësisë. Po na ktheve krejt. Ma shumë kryetar, përsa ator. Sa i takon përgjithësisë që muj me pas Abdixhiku, po shifet totalisht, s'po di, është një verifikuar, i pa koncentruar, nësa mas mirë. Abdixhiku? Abdixhiku. Mirë, se dish tash folën për LDK-n, tash. A pendojnë Abdixhiku në anash edhe LDK-n anash, a qysh po ja bojmë, profesor? Jo, LDK-ja, Abdixhiku është në LDK, falë Vjosa Osmanit. Jo, është falë Vjosa Osmanit. Kjo është pajtoj. Sepse së kur mësë që Vjosa Osmani, saktësisht. madje ka dhe deklaratat kolegëve të juve që kërëtare korruptum politik që ka ble votat e delegatët, po nuk e dijat punë, nësë më du mund shumë. Por ajo që u po, falë dikimit e Vjosa Osmanit, u rikonfirmoj të qenë kërëtare partije. Prej ashtë raportet familjare që kanë, këto leonash. Por, unë jam i bindur, pavarësisht shëndrimeve të mija, unë i këmë thonë boshti së keqes, për 5 vitet e fundit ka pasur Albin Vjus, ka qenë bashkë të skeqës. Tash ky bashkë është nda. Kështu kemi dhe faktorin e dytë, që jo sa Vjosa Osmani, por mendoj që do të ketë një ndikim relativisht madh, është ish grupimi i vetëvendosjes, tash me të PSD që vazhdojnë, i cili do të jetë aktiv në jetën politike dhe pjesëmarrjen e zgjedhjeve, për shkak se ata kanë shumë sene me sharu para opinionit. Nuk e di, këtu jam, muj me qenë pak pesimist.